E shënoni këtë datë. Bombën për fundjavën e parë të tetorit po e zbulojmë tani. Disa çifte do të ndahen, por të tjerët do të gjejnë shansin e madh për miliona. Mos bëni asnjë hap pa e ditur këtë. Kjo fundjavë është një betejë fati. Jemi në prag të fundjavës së parë të tetorit dhe kjo nuk është një fundjavë e zakonshme. Energjia kozmike është mbushur me polaritete, dashuria dhe së parat. Disa prej jush do të përballen me një betejë serioze në marrëdhënie që mund të çojë në një ndarje të papritur, por pikërisht ky tension do t'i hap derën fatit financiar për të tjerët. Universi po ju sfidon, a do të zgjidhni dramën apo pasurinë? Kjo video është një udhëzues i saktë se si çdo shenjë duhet të manovrojë për të shmangur rënien në dashuri dhe për të kapur valën e parave. Do t'ju tregojmë çelësin e saktë për të dyja fushat. Mos e humbni këtë moment të fuqishëm të transformimit. Le të shohim menjëherë se si do të ndahet fati për të gjithë zodiakun. Demi, për ju, fundjava sjell një sfidë në lidhjen tuaj më të ngushtë, dashuria ose biznesi, dhe një shans të madh financiar nga familja apo prona. Rreziku i ndarjes vjen nga kokfortësia për të mos pranuar ndryshimet e planifikuara nga partneri juaj. Ju kërkoni stabilitet, por partneri juaj mund të kërkojë liri. Gabimi është të shndërroni këtë në një betejë. Kujdes. Lëreni egon anash dhe dëgjoni. Shansi i madh përpara vjen nga zgjidhja e një çështjeje prone, një ndihmë financiare nga familja ose një investim i mençur në shtëpinë tuaj. Fokusohuni te vendosja e paqes në ambientin shtëpiak, sepse aty fshihet thesari juaj. Ky moment i fuqishëm transformimi ju kërkon të jeni të butë në dashuri dhe të vendosur në financa. Mos merrni vendime impulsive, por veproni me durim. Fati financiar po vjen si rezultat i punës së palodhur dhe vëmendjes ndaj detajeve. Ky është një bekim i madh që nuk duhet ta humbni. Akrepi. Fundjava ju gjen në një polaritet të fortë mes dëshirës për kontroll dhe mundësisë për fitime të papritura. Rreziku i ndarjes vjen nga xhelozia e tepërt ose hetimi i partnerit tuaj. Ju duhet të lëshoni kontrollin dhe t'i besoni lidhjes suaj. Ky tension do të shpërthejë nëse nuk arrini të menaxhoni emocionet tuaja. Kujdes. Përqendrohuni te energjia pozitive. Shansi i madh përpara vjen nga një investim i papritur, një lotari ose një burim i fshehtë. Mos e injoroni një ide gjeniale që ju vjen nga intuita. Ky është momenti i përsosur për të rrezikuar me llogaritjen e duhur. Mos i ndani parat me njerëzit e gabuar. Përdoreni këtë energji të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Ky moment është një dëshmi që durimi dhe integriteti juaj do të shpërblehen. Mos kini frikë të merrni rreziqe të guximshme, sidomos në lidhje me investimet. Binjakët. Për ju, fundjava është mbushur me tensione në komunikim me partnerin dhe një shans të madh financiar përmes rrjeteve sociale ose udhëtimeve të shkurtra. Rreziku i ndarjes vjen nga shpërqendrimi i tepërt ose premtime të thyera. Partneri juaj ka nevojë për vëmendje, por ju mund të jeni të fokusuar në 100 gjëra njëherësh. Gabimi budalla është të harroni një datë të rëndësishme. Kujdes. Jeni të pranishëm emocionalisht. Shansi i madh përpara vjen nga aftësia juaj për të bërë shumë detyra njëherësh. Mund të jetë një shitje e papritur, një kontratë e re ose një pagesë e vonuar. Mos e injoroni një ide gjeniale që ju vjen nga një mesazh. Kjo ditë ju jep besimin se të gjitha sfidat tuaja do të shpërblehen. Përdoreni këtë energji të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Shfrytëzoni rrjetin tuaj social. Gaforia. Fundjava ju gjen në një dilemë mes dëshirës për siguri emocionale dhe shansit për fitime të mëdha përmes punës së palodhur. Rreziku i ndarjes vjen nga mbyllja në vetvete ose nga ndjeshmëria e tepërt. Partneri juaj mund të ndihet i injoruar. Duhet të flisni hapur për atë që ju shqetëson. Gabimi budalla është të përdorni dramën për të marrë vëmendje. Kujdes. Kërkoni siguri me biseda të qeta. Shansi i madh përpara vjen nga puna juaj e palodhur në karrierë. Mund të jetë një ngritje page e vonuar, një komision i madh ose një njohje formale që shkon me para.
Yjet ju kërkojnë të jeni të hapur ndaj ndryshimeve. Mos i ndani parat me njerëzit e gabuar. Besojini instinktit tuaj të fortë dhe ndiqni zemrën drejt fitimit. Shigjetari, për ju, fundjava është mbushur me sfida në besimin te partneri dhe një shans të madh financiar përmes investimeve të guximshme ose një udhëtimi. Rreziku i ndarjes vjen nga dëshira juaj për liri të tepërt dhe mospranimi i kufive të partnerit tuaj. Gabimi budalla është të bëni premtime boshe. Kujdes. Jini të sinqert dhe të hapur. Shansi i madh përpara vjen nga ndjekja e pasioneve tuaja. Mund të jetë një fitim i papritur nga një aksion, një mundësi udhëtimi me të gjitha shpenzimet e paguara, ose një lajm i mirë nga një vend i huaj. Yjet ju kërkojnë të ndiqni pasionet tuaja. Mos kini frikë të ndërmerrni hapa të guximshëm, sidomos në lidhje me investimet. Përdoreni energjinë tuaj të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Luani. Fundjava ju gjen në një tension mes egos dhe modestisë në dashuri dhe një shans të madh përpara nga njohjet publike ose biznesi juaj. Rreziku i ndarjes vjen nga kokfortësia për të pasur gjithmonë të drejtë. Partneri juaj ka nevojë të ndihet i vlerësuar. Gabimi budalla është të refuzoni të pranoni pikpamjen e partnerit tuaj. Kujdes. Lëreni egon jashtë derës. Shansi i madh përpara vjen nga shkëlqimi juaj dhe marrja e rolit udhëheqës. Mund të jetë një ngritje në detyrë e papritur, një bonus i madh ose një shans për të udhëhequr një projekt madhor. Yjet ju kërkojnë të merrni përgjegjësi. Kjo ditë premton një shpërblim të madh. Përdoreni energjinë tuaj të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Peshorja. Për ju, fundjava është një betejë mes nevojës për balancë dhe një propozimi të papritur financiar. Rreziku i ndarjes vjen nga paqartësia ose mosmarrja e një vendimi të rëndësishëm. Partneri juaj ka nevojë për një përgjigje të qartë. Gabimi budalla është të vononi vendimin. Kujdes. Flisni hapur dhe sinqerisht. Shansi i madh përpara vjen nga një partner në dashuri ose biznes që ju sjell një financim të madh ose një marrëveshje e nënshkruar. Yjet ju kërkojnë të jeni të hapur ndaj propozimeve. Një ofertë e papritur nga një bashkëpunëtor mund të jetë çelësi i suksesit. Kjo ditë premton një shpërblim të madh. Përdoreni aftësinë tuaj diplomatike. Dashi. Fundjava ju gjen në një tension mes impulsivitetit në dashuri dhe shansit të madh përpara nga iniciativa juaj. Rreziku i ndarjes vjen nga dëshira për të ndërmarrë veprime të shpejta pa u konsultuar me partnerin. Gabimi budalla është të merrni një rrezik të madh pa marrë mendimin e tij. Kujdes. Bëni një plan brenda natës. Shansi i madh përpara vjen nga një veprim i guximshëm dhe i vendosur. Mund të jetë biseda me një epror për një rritje page, lançimi i një projekti anësor ose një investim i shpejtë. Yjet ju japin energjinë e nevojshme për të thyer muret, por ju duhet të ndërmerrni hapin e parë. Besojini instinktit tuaj. Virgjëresha. Për ju, fundjava është një dilemë mes kritikës së tepërt në dashuri dhe shansit për fitime të mëdha përmes detajeve. Rreziku i ndarjes vjen nga perfeksionizmi juaj. Partneri juaj mund të ndihet i kritikuar. Gabimi budalla është të harroni të shfaqni mirënjohje. Kujdes. Fokusohuni te ajo që është e drejtë. Shansi i madh përpara vjen nga organizimi dhe përsosja e detajeve. Parat do të vinë duke rregulluar një gabim të vjetër financiar. Yjet ju kërkojnë të jeni të kujdesshëm dhe të mendoni mirë para çdo shpenzimi të madh. Mësoni të thoni jo blerjeve impulsive. Ky moment është një dëshmi që durimi dhe integriteti juaj do të shpërblehen. Britsjapi. Fundjava ju gjen në një tension mes punës dhe jetës personale dhe një shans të madh përpara nga planifikimi afatgjatë dhe investime të sigurta. Rreziku i ndarjes vjen nga mosdhënia e vëmendjes së duhur partnerit. Gabimi budalla është të vendosni punën para gjithçkaje. Kujdes. Balanconi jetën tuaj. Shansi i madh përpara vjen si rezultat i punës suaj të palodhur dhe vendosmërisë. Yjet ju kërkojnë të rregulloni të gjitha detajet e vogla financiare.
Kjo mund të jetë një rishikim i dokumenteve, një rregullim i llogarive apo ndoshta një analizë e thellë e shpenzimeve. Besojini aftësisë tuaj për të analizuar. Kjo ditë është koha e duhur për të investuar në një kurs. Peshqit, për ju, fundjava është një betejë mes idealizimit në dashuri dhe shansit të madh përpara nga intuita dhe shpirtërore. Rreziku i ndarjes vjen nga mospranimi i realitetit. Gabimi budalla është të bëni premtime boshe. Kujdes. Zgjidhni dashurinë dhe mirëkuptimin. Shansi i madh përpara vjen si rezultat i besimit tuaj në veten. Yjet ju kërkojnë të ndiqni intuitën tuaj. Mos kini frikë të merrni rreziqe të guximshme, sidomos në lidhje me investimet. Një mundësi e papritur do t'ju sjellë një shpërblim të madh. Kjo ditë premton një rritje të madhe të ardhurave. Përdoreni energjinë tuaj të fortë. Ujori, fundjava ju gjen në një tension mes distancimit emocional në dashuri dhe shansit të madh përpara nga ideja unike. Rreziku i ndarjes vjen nga ftoja e tepërt ose dëshira për liri të madhe. Gabimi budalla është të injoroni nevojat e partnerit. Kujdes. Jini më të hapur ndaj ndjenjave. Shansi i madh përpara vjen nga një burim i papritur, ndoshta nga një projekt anësor apo një ide e çmendur. Yjet ju kërkojnë të shfaqni origjinalitetin tuaj. Mos kini frikë të bëni gjëra ndryshe. Një mundësi e papritur do t'ju sjellë një shpërblim të madh. Përdoreni energjinë tuaj të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Kjo fundjavë është një betejë, por ju i keni mjetet për të fituar. Zgjidhni mençurinë në dashuri dhe veprimin në financa. E gjithë fati i tetorit fillon këtu. A do të zgjedhësh dashurinë apo paratë? Lini një koment më poshtë dhe na tregoni cili paralajmërim ishte më i rëndësishëm për ju. Shpërndajeni këtë bombë. Ndajeni këtë video me çdo person që e do fatin. Abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen për të mos humbur asnjë mesazh urgjent.